Alfabeti që bashkon shqiptarët titulloi simpoziumi shkencor i organizuar në Universitetin e Shkodrës nga Qendra Studimeve Albanologjike. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të ditës së alfabetit të gjuhës shqipe dhe synon të rikthente në vëmendje rëndësinë historike të Kongresit të Manastirit dhe rolin e tij në unifikimin e gjuhës dhe identitetit shqiptar. Presidenti Bajram Begaj folli për rrezikun që i ka nësë gjuhës shqipe nga përdorimi i gjuhëve të huaja dhe ndikimi i rrjeteve sociale. Sot, në këtë tempull të dijes, që mban emrin e nëntur të njërit prej pjesëmarrësve më të zëshëm të Kongresit të Manastirit, Luiç Gurakuçit, kemi privilegjin të kremtojmë jo thjesht një datë kalendarike, por ditëlindjen e vetdijes sonë kombëtare. Të mbledhur në këtë 117 vjetor të asaj dite, kur burrat më të ngritur të kombit vendosnin të flisnin me një zë të vetëm grafik. Pa gjuhë nuk ka komb, pa gjuhë nuk ka shqiptari. Sot është dita e alfabetit. Për herë të parë festohet dita e alfabetit në Shqipëri. Është nder që të jem këtu në Shkodër sot me ju në këtë djep të kulturës sonë, për të premtuar një moment vendimtar në historinë e kombit shqiptar, Kongresin e Manastirit, që njësoi alfabetin shqip, duke na mundësuar të jemi një komb me një zë dhe me një gjuhë. Sfidat që kemi përpara ne sot janë ato të mbrojtjes e të zhvillimit të dialekteve, e paralelisht me të, mësimit dhe përdorimit korrekt të shqipes në bankat e shkollës, në auditorët e universiteteve, në media dhe rrjetet sociale, po ashtu dhe në institucione. Çdo gjuhë, por veçanërisht ato që fliten nga një numër më i vogël bashkëkombësish, si shqipja, ditët e sotshme janë në rrezik nga një anë prej ndikimit të gjuhëve ndërkombëtare, por dhe nga ana tjetër prej deformimeve që ndodhin nëpërmjet komunikimit digjital. Besoj se pedagogët dhe studiuesit e nderuar të këtij universiteti e dinë më mirë se kushdo, se kush nuk e flet mirë gjuhën e vet, do të jetë gjithmonë i kufizuar të mësojë gjuhë të tjera. Kush dëshiron të flasë mirë një gjuhë të huaj, do të nisë duke mësuar shumë mirë dhe me dashuri gjuhën anëtare. Niko Camaj, kryetari i Kuvendit në Maltëzi, kërkoi themelimin e një instituti albanologjik në Podgoricë. Në Maltëzi, ndonë se shqiptarët kanë programe të arsimit të gjuhës shqipe dhe aktivitete kulturore të gjalla, mungon strukturat qendrore që merret ekskluzivisht me studimin, dokumentimin dhe promovimin e kulturës gjuhës shqipe. Ky është një boshllëk i rëndësishëm që duhet adresuar dhe duhet zgjedhur në këto vite që kemi përpara. Themelimi i një instituti albanologjik në Podgoricë është një domosdoshmëri historike, shkencore dhe politike. Një institut i tillë do të kryente hulumtime sistematike për dialektet dhe variante gjuhësore të shqiptarëve në Maltëzi. Do të dokumentonte trashëgiminë gojore, etnografike dhe kulturore. Do të botonte studime dhe revista shkencore. Do të mbështeste arsimin e gjuhës shqipe me materiale e ekspertizë shkencore, do të krijonte arkiva, bibliografi dhe fonde të digitalizuara për studiuesit dhe do të përfaqësonte shqiptarët e Maltëzi në rrjeta shkencore ndërkombëtare. Nga Meshari Buzuku deri te alfabeti i Manastirit, gjuha shqipe ka qenë element unifikues dhe faktori pandashëm historisë sonë kombëtare. Në këtë aktivitet morën pjesë studiues dhe pedagog të Universitetit të Shkodrës.